Qyshe prut vendimin, një shkaj lindur në Bangladesh, para 100 vjetëve, edhe vje mirë në shtetësinë e Kosovë, kurse na Rugovas, mos ta morin drejtën me jetuar vendin, ku jetojnë me mjetë kërkesa e ju. Kurse unë nuk ka drejt jetoj. Qysh shkua ministra, ata që na dhunuan, ata që na shtypen, morën shtetësi, unë s'kom drejt për banim. Në vendin tem ku kom lebe. Ki të drejt për banim. Apo vini zyre me fol, apo vini zyre se cili prej juve, me pi kafe bashk edhe me diskutu bashk si qytetarë të Republikës Kosovës. E keni mundësi, e keni drejtën e botës. Ti jeni banorë që dojnë tokën ku kanë linë. Po të lejoj, po du me ndërtu në mënyrë të rregull, mos me dalë, kërkush me ta rënu, shpinë që ndërton me njerëz e 4 herë shpinë teme ma kanë dhjerë shkijet edhe madazes. Për çdo 10 vjetë mu ka dash me maru shpi. Shirë unë të maruj, edhe sot ju më së mleni. Jo, unë kam e plan me ndërtu. Po kemi ndërtu në mënyrë të rregull, në përputhje. Qenkoj pa regullt, në treven shekullore. Mija vjeqare, unë qenkoj pa regullt. Nuk me shprej pa kënaqësinë që shëndëgjove. Nuk jem ardhë me bo politikë sot. Jemi ardhë me të lutë si o mas mirit, mushme në hek vendimin, në hek prononco parametjeve, edhe në shkoj për shpije. Na punua këtë verë. Edhe që të verë, që të shkoj E basa nena. Tash, veç pa. Nëse ju, nëse ju, po më kërkani mu, me ju leju me ndërtu veç edhe në qëtë verë. Jo treja. Po lejoni ato që janë lejoheni. Jo, lejoheni. A një ishte vendimin? Unë, men, mrena, Ata me në hek vendimin, ato më shku për shpije. Nëse unë hjek vendimin, edhe ju ndërtënin mënyrë të palishme, edhe kur gjikata merë vendim të prerë, mja rënu shtëpi që i ndërtëni, unë nuk kam zemër me ardhë me rënu diçka që ju ndërtëni me njërës të balit. Propozimi jam, nuk është vetëm në Rugov, është edhe në Sharr, edhe në se cilën pjesë që është parë i mbrojtë. Ato një qak derje. Tjetra, kërkesa e juj. Qysh, ministra? Do një nga shinin luft për zona për qysh? Se kem krye luftën na. Jo, lufta të botë. Kërkesa juj ka qenë me rishiku ligjin, apo? Unë ju kom premtu që kemi me rishiku ligjin. Duhet me hek ligjin, me valor Me rishiku ligjin. Me shpande protestet të mbyllur dhe që jemi një radhave tjera. Ministra. Hajde këthejnë Europa. Abne, unë e veç i përshëndet. Ministra, që vendimi? Nuk marrë për që si që ndodhë. Kur jeni të gatshëm me folja? Jo. Kur jeni të gatshëm me folja? Na jem gatshëm me jetu. Na jem gatshëm me jetu. Kur jeni të gatshëm flasim? Apo tim ka qenë me të rejkë sot se sa më dojnë para nërë. Tërheke vendimin pastaj foljen. Pistari lutë, po që komandant, po që shtu nuk o mirë. Mosh me në e qa vendim, këtë verë le të punoj njerëzit që i kanë lënë materialet, i kanë lënë çdo sent që i kanë njësë rinovirim. Thuj s'muni edhe na, vazhdoj punën tonë. Këtë gjëmë që me transmitu informatën edhe me qytetarët të tjerë. Renovimi, ligjin kemi me rishiku. Në momentin kur themi si qeveri, kemi me rishiku ligjin bashkë me juve. Kemi me vendos bashkarisht qysh me trajtu trevën e Rugovës me leqë. E dyta, në buxhetin. Qanë të më duhe? Kemi vendos grante për në mindimu qytetarët e Rugovës, bujtinat e tyre me këthi në bujtina ekologjike. Hajde, caktoni ditë kur dush, hajde. Stanet në mënyra ekologjike. Tjetër, plani rregullor.
Plani rregullus. Na foli ma, daj. Plani rregullus. Plani rregullus. Absolutikisht ti nuk je dal këtu për nevojat tona. Ti je dal vetëm me provoku masën këtë mirë. Ti me desht, me bos zgjidhjen e pezullon vendimin qytetarëve që jo kanë dalë jetën në rrugov. Si me qëllim apo. Treba më e rrugovës është me shtyp. Tu pa parasysh. 3 herë kall o pjek o i ndjek njerëzit në rrethonave me gjallë edhe se kanë lëshu 3 herë. Apo kuptoj. Po të kuptoj edhe ty, edhe ti e ke vështira në kina. Mirë po duhet me pas rrethona lecuese mu shërtu ligji. Prandaj ne dola më tregu. Këta që janë me gjysë tash më ndërprer punën e nuk. Jo, se çore, këta që kanë mbetur në gjysmë. Nëse janë të ndërtu, pa i dhënë leje komuna, ajo është ndërtim ilegal. E unë nuk kam zemër me dalë mi arrënu kërkujt shpinë, e cili me djerësët e balit e ndërton. Nuk kanë vendime, nuk ju ka dhonë komuna. Për mi 80 akgjykime jonë që kam me dëmë. A janë. Pra ndaj unë e kom dash me ndalë që ndërtim, mos me dalë nesër mi rënu se gjykata ka marrë vendime për rënime. I kanë lonë 25 vjetë. Pra ndaj nuk do një me ndërtu pse është por, ku pse në punëtorët me mbrojt. E kuptoj. Pra ndaj që në vitin 2022, Qeveria Kurti e ka hartu planin rregullus për trevën e rrugovës, që ju me pas mundësi me ndërtu në mënyrë ligjore, mos me utu që nesër vjen dikush në qeveri edhe ja urxhon në shtëpi. Kur erdha une, u interesova, a e ka bë veç pak, u interesova, a e ka bë planin rregullus Komuna 5, më thanë që jo. Unë i kom dërgu letër të hapur kryetarit, i kom thënë, jam e gatshme me krejt kapacitetet e mia, që i kom mrena ministrisë, me t'i ofru me hartu planin rregullus sa më shpejt, nuk më ka përgjigj. Tash ç'a mundem unë me bë, edhe këtu ju premtoj, ministria ka me marrë përsi për hartimin e planit rregullus, që mrena 6 muajve na me pas një plan rregullus për rajonin e rrugovës, që ju me pas mundësi me ndërtu në mënyrë të rregullt. Pastaj kemi me ul bashk, kemi me pa ligjin, ku jem padrejsi që ju kanë bë me ligj. Nëse ka padrejsi që ju kanë bë trevës rrugovës, kemi mi adresu bashkarisht se cilën padrejsi. Para se me marrë vendimin, veç edhe qëto, e ka marrë një vendim që në kornizën afat mesme bugjetore për vitin 2027, ka 1 milion euro të ndame për bugjet, për mi dhanë banorëve të rrugovës e të për me rikthy stanet, villat në stane ekologjike që me zhvillu turizmin andaj. Prandaj bashkarisht kemi me zhvillu bashkarisht. Ministre, unë jam avokati Adem Nikshi. E kam qu lëndën të avokati popullit në lidhë me këtë çështje. Njëkohësisht, përveç që jam jurist, e kam të krym, jam i certifikuar edhe në Stockholm për vlerësimin ndikimit midis. Ministre, vendimi është kategorik. Ju keni bën një arsyetim për eskavatar për këto që unë pajtona. Mirë po, keni ndalu edhe 1 kilogram goshta, keni ndalu materiali ndërtimor dhe është i kundërligjshëm. Ajo që unë kisha prit prej teje, me gjithë respektin dhe tu ta respektu edhe karakterin edhe guximin e krejt, ka qenë guximi madh sot me tërhek, se është i padrejtë. Shumë mirë që pe kupton qëto, avokat. Edhe mbas një 55 kushtetuses, vetëm me ligj guxon me boftoj. Shumë mirë që pe kupton këtë. Tregom ti mu. A me leju qytetarët me ndërtu, më djersën e ballit vet, me qytë në mënyrë të paligjshme, ku kryetari i komunës e refuzon me kry planin rregullus, edhe mi u dhon leje me ndërtu tamam në mënyrë të rregullt. Mos me dalë kërkush me arrënu të armën. Kur e ka kry qeveria Kurti planin hapësinor? Në vitin 2022. Në vitin 2022 kemi po planin hapësinor. Nuk funksionon për të vitin dhe është kundër procedurës, duhet buhet. I nderuar avokat, premtimi jam është ligjin cilin
Shumica këtyre banorëve konsiderojnë që ju ka bë e pa drejt. Jo shumica po tonë. Shumica, krejt. Ligji veç pak, respektom veç pak. Po, edhe debat publik, veç respektom aq to. Ti pe Prishtinë po do më marroj tokën tëme mua porciona. Duhet na leja ato. Nuk mundesh me rujt tokën tëme ma porcione. Ti pa kalon baba ti. Vendimin ma nuk kry. Morë të zmetar kur shkon problemi. Morë të zmetar familja kur shkon suan të kvartën një orë. Për kur Pushteti lokal edhe ai qendror kishte ofruar kritere, kushte, edhe na do të parkohemi aty ku janë sportelet edhe të bëjmë kërkesë. Po ato në infrastruktura nuk ka. Pushteti qendror. As lokal, as qendror. Jo, po tregoj. Kjo çka është në kuadër juaj, hajde këshire rrugën. Një sekond. Pushteti qendror e ka kryer qeveria Kurti, e ka bë planin hapësinor. Po çajo rrugën kuadër të ministrisë juaj. Edhe rruga ka me u kry. Edhe rruga. Kuqisht është kuadër ministrisë. Po, ministria me ardhmë po është merr, nuk mund të shkojmë. Kemi me ardhmë po se ka dal ministri infrastrukturës e ka po. Edhe kemi në plan. Ministre, ditën e mirë kjenë konsiderat. Qeshqen tonë. Shihem, gjithë qysh. Na bashkë kemi me regullu. Po qeshqen do, po e kom motër. Nuk e marrë një dhënë dorën. Po ja e pi dorën se kom motër. Ti jepja ki motër. Po motrat dhe kanë alu me dorën në gjesht tonë në shpiton. A një del nesër. Kjo është marri. Në atë zgatë dorën, sikur ka një vete musliu atë ditë koshorja u zgatë këtë dorën. Ditën e mirë. Shihemi në rrugë. Hajde ka në dorën ty, se plishit du. Se ti me konë që jetë, qërë duhet, me konë që jetë qërë duhet që shardhu në këtu. S'ki nevoj ti me mandalu, prit për burë, s'ki nevoj me mandalu, ndalë lesën, mu me do rrugollë. Shihemi në rrugë. Ja, nuk kem s'ka, me s'ka po me varë. Vendimin, kem me hudë poshtë vendimin. Gjdo mik e presin me ju politikajt jeni mësu në parlament, mogër me njëri tjetërit. Po fol me një qytetar, me qytetar po fol ti. Ti vendimin ma anullu rrugollë në sajde. Kur ta anullush vendimin, e të na kërkosh falja, hajde. Daljen e fitore Pacollit jashtë ministres. Dalja e fitore Pacollit keni shpërlamje e takimit që ka pas me përfaqësues të banorëve, cilë kem pas kërkesën numër 1 për me hek vendimin dhe numër 2 me shqyrtu ligjin e parkut. Numër 1 nuk na ka marrë parasysh dhe ka thonë nuk hishet vendimi dhe na ka shkruar me shkrim se vendimi mbetet në fuqi. Ndërsa për shqyrtimin e ligjit të parkut kjo ka premtu se e dinë si s'ka më konë më aty. Edhe nuk i premto kohë as me nisë. A ishte sinqer djalja e saj jashtë për me gjetë një zgjidhje, si e konsideroni ju? Unë e konsideroj provokuese. Sepse ka pas mundësi që 3 muaj me zgjidh këtë problem dhe është e njoftën me gjenjen reale të shqetësimeve të banorëve të rrugovës. Nuk di sa herë duhet mja përësit një njerit, kur na nuk jem të kënaqur me këtë vendim dhe dele sill ka më flon në forma tjera du me bo një zgjidhje për juve, po të ishe vendimin hajde unë le bisedojmë. Nuk di ç'është duhet më konë me qartë përgjigja e banorëve të rrugovës.